Nuk është projekti im. Melania distancohet nga plani Donald Trump. Donald Trump mund të ketë qenë i apasionuar pas shembjes kraut lindor të Shtëpisë së Bardhë për t'i hapur rrugë një sallë vëllëzimi sipas shijeve të tij, por ai nuk duket se e ka mbështetjen e zonjës së parë Melania Trump. Sipas Wall Street Journal, Melania Trump ka shprehur privatisht shqetësimin e saj në lidhje me planet e presidentit Trump. Sipas raportit, ajo u tha ndihmësve se ky nuk ishte plani i saj. Presidenti Trump është ndërtues në zemër. Mos u gaboni, krau lindor i rinovuar dhe salla e vallëzimit krejt e re do ta bëjnë shtëpinë e popullit më të dobishme, më të bukur për brezat e presidentëve dhe amerikanëve që do të vinë, tha një zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë. Treguesi i distancës që zonja e parë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dëshiron të marrë është heshtja që ajo ka mbajtur në lidhje me prishjen e kraut që ka shërbyer si bazë për gratë e presidentëve që nga administrata e Jim Carter, edhe pse puna ka nënkuptuar prishjen e hapësirës ku strehohet ekipi i saj, siç vëre në New York Times, ku kjo heshtje nuk është aq e papritur pasi Melania Trump ka kaluar vetëm 14 nga 100 ditët e para të burrit të saj në Washington, duke preferuar të jetë në New York apo në Palm Beach. Gjithashtu, në mandatin e saj të dytë në Shtëpinë e Bardhë, Melania Trump e ka reduktuar stafin e saj në vetëm 5 punonjës me kohë të plotë që nga koriku. Të shikosh shembjen është vazhdimi natyror i të parit të rolit të zonjës së parë që bëhet gjithmonë dhe më i vogël, tha autorja e librit Gratë e para, Kate Anderson Brower, duke shtuar se Melania Trump po e bën të qartë se ashtu si bashkëshorti i saj, ajo nuk do të jetë si zonjat e para të tjera.